këtë zhvillim sot? Më tepër se sa rrethona, do të thotë fakti që qeveria ka konsumuar një mandat të plot, mendoj që problemi është kriju kryesisht për shkak të kulturës politike që nuk e ka brendësu idenë e dialogut edhe të kalimit të disa proceseve krejt teknike me një qasje, le të themi, më mirë kuptuese. Praktikisht, qëndrimi sot i opozitës ndonë se mund të ka një rrymë të mendimit ka ana juristëve se funksionimi në këtë formë paraqet një lloj konflikti të interesit, mirë po qëndrimi sot i opozitës e ka pamundsu edhe në emën të le të themi ndalimit të konfliktit të interesit e ka pamundsu themelimin e institucioneve, që është më problematike. Do thotë në rrethonat ekzistuese kjo procedurë krejt formale dhe teknike do duhej të kalohej dhe të pritej për le të themi eventualisht shkeljen në pikpamje të konfliktit të interesit, do të thotë bortje së dy mandateve në secilin rast. Me që përmende, do të thënë e ka kriju një situatë ku bllokohet formimi i themelimi i institucioneve të reja. Është pikërisht kjo situatë që është pritur të ndodhë, pastaj të dy palët ta përdorin për të gjuajtur njëri tjetrin. Është kjo situata që po konvenon të gjithëve, të dy palëve? Më tepër në vlerësimin tim është kanë si një lloj skene e parashikuar, duke por le të themi reflektimin e të gjitha partive politike kundrejt rezultatit të zgjedhjeve, meqense rezultati ka prodhuar një lloj ndryshimi nga ai zgjedhjeve të kaluara dhe realisht e ka nënvizu faktin apo nevojën për dialog në kuptim të ndërtimit të një lloj, le të themi, edhe shumice të mundshme, po edhe një fryme që dërgon drejt ndërtimit të bashkëpunimit të domosdoshëm dhe ndërtimit të një shumice parlamentare që do të prodhonte një, le të themi, edhe konstituimin, po edhe themelimin e institucioneve më tutje. Dhe me njëherë filloi debati, kujt i konvenon kjo situatë, filluan akuzat, nëse është e mundur regjia na përcjellni edhe me statuset e liderëve. Opozita ka bosur një shërbim të mirë Kurtit, më që edhe siç u padhen këto komunikime dhe tjera, nuk është që vetëvendosja sot mund ta ketë pasur shumicën e nevojshme për ta kalu qoftë kryeparlamentarin, qoftë edhe qeverinë në një procedurë të shpejtë, edhe me veprimin e sotëm opozita veç ja ka bën një argat Kurtit në kuptimin i ka dhënë më shumë kohë për të folur dhe për të bërë përpjekje që ta siguroj një shumicë të caktuar, spaku ato 61 votat që janë të nevojshme për deputet. Por pati edhe interpretime se debatin e fitoi opozita sot, me këtë narracion që krijoi. Cili është narracioni i opozitës? S'mund ta fitoj opozita. Kurti nuk i ka votat, nuk mund ta bëj qeverinë, kjo është arsyeja pse ai vetë don ta bllokojë dhe nuk ka dhënë dorëheqje. Nëse Kurti nuk i ka votat, s'don ta bëj qeverinë, ti ke mujtë sot me votu këtë raport, me nisë me rrjedha afatet, me u dha mundësia Kurtit, me dështu edhe me provu vetë nëse mund ta bëni. Por kjo çfarë sot dëgjojmë prej opozitës është shumë problematike se e ka fut veten në një kurth. Cila është kurtha? Po thot, na se votojmë këtë raport sepse është antikushtetuese, antiligjore, qysh do ta quajnë, që kryeministri s'ka dhënë dorëheqje, ministrat s'kan dhënë dorëheqje, ata që janë deputet, pra s'kan dhënë dorëheqje në kuptimin që po e kërkon ligji. Ligji saktësisht decidivisht e kërkon dorëheqjen para certifikimit s'ka ndodhur dorëheqja, edhe nuk ka asnjë mundësi tjetër interpretimi që thotë se dorëheqja mund të kuptohet në brenda kësaj norme ligjore pas certifikimit të rezultatit. Kështu që çfarë do dorëheqje që sot pranohet ose pas ditës të certifikimit të rezultatit është e jashtëligjshme, s'mundet me u kuptu ndryshe. Te koncepti i dorëheqjes, dorëheqja nuk duhet me u pa si diçka që sot e jep si akt, nesër nuk shkon zyrë. E kemë rastin e zotit Haradinaj. Ai ka dhënë dorëheqje dhe unë sot hyna dokumentet i kemë të qasshme. Zoti Haradinaj ka dhënë dorëheqje me 19 korrik 2019. 19 korrik 2019. Unë hyna edhe gjeta vendimet të zotit të qeverisë Haradinaj,
deri në datën të shoh kur mund të... Vendime Deri pastaj me që datën, ka po, qeveria Haradinaj ka marrë vendime, të fundit që e ka marrë vendimin, është data 29 në 2020. Prej korrikut deri në janar të vitit korrikut të nënmëjdës deri në janar të 2020. Pra, gjysë viti i ka shku qeverisë Haradinaj arsyetimi i duke opozitës vepru është se në tani dorëheqje. kemi ligj për qeverinë. Pra ndaj unë disa herë e bona të njëjtën pyetje, a mundet me bivendos ligji kushtetutës? S'mund t'i bivendos Pajtoni me këtë që thot Besniku se në këtë rast, nëse nesër kushtimisht, ose pas nesër, pas 48 orësh, opozita mandati i pranon kryeministrit, i presidentit tjerve është i kornizum në kushtetutë. Në rast se pranon opozita dorëheqjen, si që po kërkon. Se interpretohet që është në Pajtoni se po bën kompromis me këtë shkelje si pas tyre që ka bërë Kurti duke mos dhënë dorëheqje me 23 Unë mars. mendoj që të dy palët po ju konvenon zhagitja e proceseve, sepse asnjëra palë nuk është e koordinuar dhe me numrat mjaftueshëm për të procedu edhe me i themelu qeverinë. Edhe opozita nuk është se i ka numrat dhe sepse po të ishte e gatshme dhe për të procedu do të me formim qeverisë, atëherë do ta fillonte sot këtë momentin kritik të fillimit rrjedhjes afateve dhe do ta konsumonin, si thuhet, një orë më parë afatin ligjor për të procedu, po për shkak se nuk i kanë, do thotë edhe ata numrat dhe marrëveshjet e duhura politike dhe koordinimin e duhur politik për të procedu me themelim të institucioneve, atëherë e kanë gjetë një lloj loje që bëjnë, si themi ashtu në mesfush, në mënyrë që të zhagojnë sa më shumë kohën dhe të presin për një pëlqen rezultati askujt. Për një moment të ri. Rezultati, nështë tash nuk mund që të ketë një lloj projektimit, projektim historik nga mrapa, do thotë nuk mund të ndikohet në rezultat, po tash me çdo rezultat që e ke, do thotë ti mund që të zhagosh, taktizosh e kështu me radhë. Po edhe në anën tjetër do thotë partia e parë, apo fituesi relativ, si quhet i zgjedhjeve, nuk është se i ka të gatshme nështë dakordancat e nevojshme për të procedu dhe edhe ata do thotë në një mënyrë do thotë nuk kanë shumë motiv për të procesu do në mënyrë efikase dhe efektive me këto procese. Për shkak se mungojnë marrëveshjet politike